Të nderuar lider të koalicionit Vlen, ministra, zëvendës ministra, deputete, funksionar të nderuar, të dashur bashkëpunëtor dhe mbi të gjitha, të dashur bashkëqytetar, gra, burra e të rinj të Haraqinës. Sot jemi këtu për të treguar se Haraqina po zgjohet. Po zgjohet një zë i ri, një forcë e re, një vizion i ri për komunën tonë. Unë jam Rita Sinani Halimi dhe me krenari them se për herë të parë në historinë e Haraqinës, në këtë garë elektorale bartës e listës është një grua. Ky nuk është thjesht një titull, është një përgjegjësi, një mesazh për çdo vajzë e grua që ka ëndërruar të dëgjohet zëri i saj. Në fillim, dua të falenderoj nga zemra të gjithë ata që më dhanë besimin dhe përgjegjësinë e madhe të qenurit bartës e listës. Ky është një nder për mua, por edhe një obligim i madh për të punuar me ndershmëri, për kushtim dhe dashuri për Haraqinën. Sot, dua të theksoj edhe një fakt shumë të rëndësishëm. Në këtë garë, ne kemi një kandidat të denj për kryetar të komunës së Haraqinës, zotri Daud Beqirin. Një njeri me vizion, integritet dhe përkushtim për të ardhmën e komunës sonë. Së bashku me zotri Beqirin edhe me gjithë ekipin e koalicionit Vlen, ne jemi të bashkuar në qëllimin e përbashkët për ta bërë Haraqinën model të zhvillimit, transparencës dhe përfaqësimit të ndershëm. E mora këtë detyrë me bindjen e plotë se Haraqina ka nevojë për ndryshim rrënjësor, jo ndryshim në fjalë, por në vepra. Prej vitesh dëgjojmë të njëjtat premtime, por problemet tona mbeten të njëjta. Rrugë të pashtruara, mungesë ujë të pijshëm, shkolla që ka nevojë për kushte më të mira, papunësi të rinjt dhe mungesë për kujdesje për nënat dhe për familjet. Këto nuk janë kërkesa të tepërta, janë të drejta themelore që Haraqina i meriton. Pse duhet të më votoni mua? Sepse unë nuk vi nga premtime boshe, por nga përvoja e punës dhe përkushtimit, sepse unë besoj në drejtësi, në barazi dhe zhvillim të drejtë për të gjithë. Sepse unë e dua Haraqinën dhe dua ta shoh të lulëzoj, ashtu siç e meritojnë banorët e saj punëtor e të ndershëm. Me 19 tetor kemi një mundësi të madhe, një mundësi që ndodh rrallë, një mundësi për të zgjedhur ndryshimin e vërtet, për t'i dhënë fund neglizhencës dhe për të nisur një epokë të re zhvillimi. Më 19 tetor ju ftoj të më jepni besimin dhe votën tuaj, jo vetëm për mua, po për veten tuaj, për fëmijët tuaj, për të ardhmen e Haraqinës. Dhe po ashtu, ju ftoj të mbështesim së bashku kandidatin ton për kryetar komune zotri Daud Beqiri, sepse bashk, me vizion të përbashkët, mund ta bëjmë Haraqinën shembull të suksesit. Në këtë rrugtim, nuk jam vetëm. Sot, dua të ftoj në skenë edhe ekipin tim të mrekullueshëm të këshilltarëve të listës Vlen për Haraqinë. Suat Bajrami, Mevludin Sulejmani, Bujar Jaji, Fatlinda Fazliu, Nadri Izairi, Mevland Bajrami, Isa Ali, Suela Aziri, Havushe Avdullahi, Faton Isufi, Bujamin Osmani, Ibrahim Gjema, Adisa Gjemaili dhe Besarta Bekirovskën. Ky që shifni është një ekip që do të punoj krah për krah me mua, me përkushtim dhe transparencë, për të realizuar vizionin ton të përbashkët për një Haraqinë më të drejtë, më të zhvilluar dhe më të bashkuar. Së bashku do të ndërtojmë një komunë ku çdo zë dëgjohet, ku çdo ide vlerësohet dhe ku secili ndjet pjesë e ndryshimit. Sepse ndryshimi fillon nga ne dhe unë jam gati të udhëheq këtë rrugë me ndershmëri, guxim dhe përkushtim. Faleminderit për besimin tuaj, faleminderit që jeni forca që e mban Haraqinën gjallë. Dhe mos harroni, me 19 tetor votoni për ndryshim, votoni për besim, votoni për Haraqinën që e duam të gjithë. Faleminderit.